Zyrtari më i lartë të shtetit shqiptar, ndonjëherë, që është vënë në hetim dhe është arrestuar me urdhër të SPAK, Ilir Meta, do të përballet për herë të parë me gjyqin e tij në themel në datën 27 prill. Të bashkëpandehur për dosjen Çezdia janë ish gruaja Monika Kryemadhi dhe ish vjehra e tij Fatime Kryemadhi me 2 të tjerë. Përshëndes caktimin e 27 prillit si datën e nisjes së gjykimit tim në themel. Do të jem atje në çdo seancë, në respekt të gjithë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë që kanë patur nderin t'ju shërbej në 3 detyrat më të larta shtetërore, të presidentit të Republikës, të kryetarit të kuvendit dhe kryeministrit. Ilir Meta, që nga 21 tetori 2024, kur u arrestua në hyrje të Tiranës, ka këmbgulur në pafajësinë e tij duke e konsideruar gjyqin politik. Dihet se ku e ka selin korrupsioni dhe krimi i organizuar në Shqipëri, atje ku ka hyrë Charles McGonigal dhe përfaqësuesi Sinaloas. Por ata që ende nuk kanë gjetur guximin ta marrin një herë në pyetje kryetarin e organizatës, natyrisht që do të firmosin në rrëmbimin tim kriminal që e pa e gjithë bota. Ejani më 27 prill të shikoni se si u justifikua ky rrëmbim mafioz, bazuar vetëm mbi gënjeshtra dhe falsifikime. Ejani të gjithë të shikoni se si Dia ishte një krijesë jo vetëm de facto, por edhe de jure amerikane. Ish çifti Meta Kryemadhi është vënë në akuzë për 3 çështje: korrupsioni e pastrimi i parave me dosjen e njohur si Çezdia, e mosdeklarim pasurie për lobim dhe disa fatura mjekësore. Prokurori i çështjes Sotir Klapi pretendon se Ilir Meta si ministri i energjetikës ka shkelur ligjin duke mos monitoruar mbledhjen e borxhit të prapambetur të faturave të energjisë në dëm të kompanisë Çez. Sipas tij, duke përdorur pushtetin, shlyerja u bë nga shoqëria Dia, e cila nuk i përmbushte kriteret e domosdoshme ligjore për të mbledhur borxhin. Në bashkëpunim, ata dyshohen për kontratat e konsulencës dhe të lobimit në SBA, si dhe për mosdeklarim të shpenzimeve mjekësore për periudhën 2013-2019.